Tralltimi dhe kapja e Jezusit. Jezusi si I tha këto fjalë, kaloi bashkë me nxënësit e vet për te I prodhoi Cedron. Aty ishte një kopsht në të cilin hyri ai e nxënësit e tij. Edhe Juda, tradhtari I tij, e dinte atë vetë sepse Jezusi shpeshherë shkonte atje bashkë me nxënësit e vet. Atëherë Juda mori një kompani ushtarësh dhe disa rojtarë të tempullit që ia dhanë kryepriftërinjt e farizejt dhe ia behi atje me pisha të ndezura me dritëza e me armë. Jezusi që e dinte mirë çka kishte për të ndodhur, u doli para dhe u tha: "Kë kërkoni, Jezu Nazareni?" I përgjigjen ata. "Unë jam", u tha Jezusi. Me ta ishte Juda që po e tralltonte. Kur pa Jezusi, u tha: "Unë jam." Ata u zmbrapsën dhe ranë për leje. Atëherë I pyeti përsëri: "Kë kërkoni, Jezusin Nazarenas?" I përgjigjen ata. Jezusi u tha: "Ju thash, unë jam. Nëse pra me kërkoni mua, lini këta të shkojnë." Ndodhi kështu që të shkonte në vend fjala që po thënë. Nuk bora asnjë prej atyre që më leje. Atëherë Simoni Pietri nxori shpatën që e kishte me vete, I ra shërbetorit të kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë. Shërbetori quhej Malk. Atëherë Jezusi tha Pietrit: "Shtjere shpatën në miell, a mos ta pi gotën që ma dha ati." Jezusi para kryepriftit. Atëherë njësia ushtarake me komandantin e me rojtarët e judejve e kapën Jezusin dhe e lidhën. E çuan me parë tek ana sepse ishte vjehri I Kajfes, që ishte kryeprifti I atij viti. Kajfa ishte ai që kishte këshilluar judejt: "Është më mirë të vdes vetëm një njeri në vend të popullit." Pietri I bjemohit Jezusit. Simon Pietri dhe një nxënës tjetër po shkonin pas Jezusit. Nxënësit tjerë njihej prej kryepriftit dhe hyrin me Jezusin në obor të kryepriftit, kurse Pietri mbeti përjashta te dera. Atëherë ai nxënësi tjetër që e njihte kryepriftin doli, foli me detaren dhe bëri që të hyjë Pietri brenda. Ndërkaq shërbetoria detare I tha Pietrit: "A mos je edhe ti prej nxënësve të atij njeriu?" "Nuk jam", I përgjigji ky. Aty ishte shërbetorët e rojtarët kishin ndezur zjarre po nxeshin sepse bente ftohtë me ta rrinte edhe Pietri po nxehej. Kryeprifti e merr në pyetje Jezusin. Kryeprifti e pyeti Jezusin për nxënësit të tij dhe për mësimet të tij. Jezusi I përgjigji: "Unë u kam folur njerëzve botërisht. Gjithmonë kam mësuar në sinagogë dhe në tempull, ku mbledhen të gjithë judejt. Nuk fola asgjë fshehtas. Pse po më pyet mua?" Pyeti ata që dëgjuan çka u kam folur. Ata patjetër dinë çka më thënë. Mbas këtyre fjalëve, njëri nga rojtarët e pranishëm I ra Jezusit shuplak dhe I tha: "A kështu I përgjigje kryepriftit?" "Nëse fola keq", I tha Jezusi, "më vërteto të keqen. Nëse fola mirë, pse po më bie?" Atëherë ana e dërgoi të lidhur te kryepriftit Kajfa. Pietri I bie prap mohit Jezusit.
Simon Pietri po rrinte gjithnjë aty po nxehej, I thanë pra disa, a mos je ti prej nxënësve të tij? Ai e mohoi dhe tha, nuk jam. Njëri prej shërbëtorëve të kryepriftit I kushtërit I atij, të cilit Pietri ja preu veshën, I tha, po, nuk të pash bashk me ta në kopsht? Pietri prap mohoi dhe këndoi gjeli. Jezusi para Pilatit. Atëherë Jezusin e çuan prej Kajfës në pallatin e qeveritarit. Ishte herët në mëngjes e ata nuk hynë në pretorium që të mos bëheshin të papastër, por të mund të hanin darkën e pashkve. Prandaj Pilati doli jashtë para tyre dhe I pyeti, ç'padi keni kundër këtij njeriu? Po të mos ishte ky keqbërës, I përgjigjen, ata nuk do ta kishin sjellë para teje. Pilati u përgjigji, merrni ju e gjykoni sipas ligjit tuaj. Atëherë judejt përgjigjen, ne s'kem të lej të vrasim askën. Ndolli kështu që të shkojë në vend fjala e Jezusit me të cilin parafoli se me ç'vdekje do të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pallat e thirrë Jezusin dhe e pyeti, a je ti mbreti I judejve? Jezusi I përgjigji, a e thua ti këtë prej vetvetes apo ta thanë tjerët për mua? Pilati përgjigji, pse a mos jam unë Judeas? Populli yt dhe kryeprifërit të dorëzuan mua, çka ke bërë? Jezusi përgjigji, mbretëria ime nuk është e kësaj bote, por të ishte mbretëria ime e kësaj bote, ushtarët e mi do të kishin luftuar që të mos bie në dorë të judejve, por se mbretëria ime nuk është prej këndej. Pra, ti qenë ke mbret? I tha atëherë Pilati. Mirë thua, I përgjigji Jezusi, unë jam mbret. E unë leva dhe erdha në botë për të dëshmuar të vërtetën. Kush e do të vërtetën, ai e dëgjon fjalën time. Po çka është e vërteta? I tha Pilati. Jezusi e dënoi për vdekje. Sa foli kështu doli prap para judenjve dhe u deklaroi, unë nuk gjej në të kurfar fajit. Tashti ndër ju është duke t'ju liroj dikënd për pashk e doni pra t'ju liroj mbretin e judejve? Por ata bërtitën prap, jo këtë, por Barabën. E Baraba ishte cub.